Presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar që Ukraina t'i dorëzojë Rusisë kontrollin e plotë të rajonit të Donetskut si kusht për t'i dhënë fund luftës gjatë një bisede telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Sipas The Washington Post, Putin ka shprehur gatishmërinë që Rusia të tërheqë trupat nga Kherson dhe Zaporizhia nëse Kievi pranon humbjen e Donetskut, një zonë strategjike që do të siguronte Rusisë kontrollin e plotë të Donbasit pas më shumë se 11 vitesh luftime. Ndërsa zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë kanë përshkruar këtë si një shenjë të mundshëm fleksibiliteti nga Kremlini, pasi Putini duhet të heqë dorë nga objektivi i tij maksimal për marrjen e 4 rajoneve ukrainase. Megjithatë, diplomatët europianë kanë cilësuar planin të papranueshëm për Kievin, duke theksuar se një marrëveshje e tillë do të vendosë Ukrainën në pozitë dorëzimi pa garanci reale sigurie. Nga ana tjetër, Donald Trump, i cili pritet të takohet me Vladimir Putin në Budapest, ka ndezur polemikat me deklaratat e tij të fundit. Ai ka sugjeruar se mënyra më e mirë për t'i dhënë fund luftës do të ishte ndarja e Donbasit në mënyrë që pjesa më e madhe të mbetej në kontrollin rus. Të ndahet një vijë betejës, të shkojmë në shtëpi dhe të ndalojmë së vrari njerëz, tha ai pas takimit me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në Shtëpinë e Bardhë, i cili u largua pa marrë garanci për raketat amerikane që kishte kërkuar. E në një reagim, kryeministri polak Donald Tusk shkruajti në platformën X se askush prej nesh nuk duhet i bëj presion Zelenskit për lëshime territoriale. Presioni duhet i bëhet Rusisë që të ndalojë agresionin e saj. Paqëzimi nuk ka qenë kurrë rruga drejt një paqe të drejtë. Ndërkohë Zelensky ka përsëritur se Ukraina nuk do të pranojë kurrë dorëzimin e territorëve të saj ndaj Rusisë.